Sa i përket takimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, përkatësisht me krerët e saj, lajm do të ishte po të kishim marrëveshje. Marrëveshje politike nuk kemi. Pra diskutuam për çështje të ndryshme, për mundësitë që i kemi përpara. Kemi nevojë për një marrëveshje politike e cila respekton rezultatin zgjedhor, nuk e zëvendëson atë, por e shndërron rezultatin zgjedhor edhe në kontribut për stabilitet institucional dhe për funksionim të Republikës së Kosovës në mënyrë demokratike. Askush nuk i do zgjedhjet e reja, mirë po nëse nuk do të kemi marrëveshje, nëse nuk do të kemi hapa përpara, përkundër mosdëshirës që të shkojmë në zgjedhjet e reja, fatkeqësisht ato mund të shkaktohen. Për këtë jemi të vetëdijshëm edhe lëvizja vetëvendosje, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Do të përpiqemi maksimalisht, do të vazhdojmë komunikimin dhe takimet, por ndërkohë që e bëjmë këtë, meqenëse janë afruar ditët, koha është shkurtuar dhe do të na duhet që edhe në rast të mungesës së një marrëveshje politike në ditën e nesërme, pas nesër të jemi në fillimin e seancës konstituive të legjislaturës së njëjtë.